TVSH-ja asnjëherë nuk ka qenë opsion për shkak se është shumë problem të përcjellet TVSH-ja, pasi që është tatimi në vlerën e shtuar është ajo çfarë paguhet nga qytetarët, do thotë nga secili konsumator fundor. Prandaj lehtësisht thuhet, por është shumë e vështirë aplikueshme për shkak se mund të përfundojmë në situatat kur TVSH-ja hiqet, por çmimi mbetet i njëjtë për shkak se operatorët ekonomik nuk e heqin. Dhe ne si ministri e natyrisht edhe qeveria e Kosovës nuk kanë mekanizëm të ndaljes apo mbajtjes së çmimit tavan për produktet edhe të tjera, do të në efektin multiplikativ, për shkak se këta sot që po e kërkojnë heqjen e TVSH-së së akcizës e kanë sfiduar në gjykatë kushtetuese projekt ligjin për çmime tavan apo ligjin për çmime tavan dhe sot mekanizmi i vetëm i inspektorëve të tregut janë abuzimet brenda ajo çfarë parashihet me ligjin për tregtinë e brendshme dhe jo sipas dispozitave që do të ishin shumë më definitive dhe më të sakta e më shumë në mbrojtje të konsumatorëve te ligji për çmime tavan. Ndërsa sa i përket akcizës, mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Për situata më tutje mbetet të shihet.